8 ditë pasi u konfirmuar rasti I parë me murtaje në kafshëve, Ministria e Bujqësisë ka dhënë informacionin e parë zyrtar. Në të gjithë vendin rezultojnë 4 vatra, ku të prekura janë 716 bakti, 25 të ngordhura dhe 153 të eliminuara, ndërsa krerët e tjerë janë në proces eliminimi. Vatrat janë në Shkodër, Bulqiz, Dibër dhe Skrapar. Konfirmimi I parë për sëmundjen e murtajes së ruminantëve të vegjël në Republikën e Shqipërisë u bë në 4 qershor me vendollje në fshatin Domën, njësi administrative posribe Bashkisë së Shkodrës. Rasti I dytë u konfirmua në Bashkinë e Dibrës, I treti në Bulqiz dhe I katërti në Skrapar. Me konfirmimin e rastit të parë të sëmundjes, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka ndërmarrë menjëherë masat e nevojshme për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së sëmundjes. Në urdhrat e ministrit është përcaktuar qartë që për çdo rast të konfirmuar me këtë sëmundje, marrja masave të kufizimit të lëvizjes së kafshëve të gjalla. Nisur nga situata shqetësuese dhe përhapja në disa vatra e sëmundjes, prej datës 9 qershor ka hyrë në fuqi urdhri për ndalimin e përkohshëm të lëvizjes së dhënëve dhe të dhive të gjalla në territorin e Shqipërisë. Ky urdhër I shtrin efektet e tij në gjithë territorin, duke ndaluar lëvizjen e kafshëve të gjalla, të llojit dhënë dhe dhi nga ferma në fermë, shtektimin dhe kullotjen në kullotat përbashkëta, ndalohet përkohësisht tregtimi I kafshëve në tregjet e kafshëve të gjalla, në mjedise të hapura, në panajire dhe grumbullime të tjera. Është e lejuar vetëm lëvizja e të imtave për në thërtore, shoqëruar me certifikat shëndetësore veterinare, lëshuar nga veterineri zyrtar I shërbimit. Kjo masë ka karakter të përkohshëm dhe është ndërmarrë në funksion të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve, sigurisë ushqimore dhe interesit të blegtorëve. Autoriteti Kombëtar I Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka ngritur 39 grupe kontrolli duke monitoruar 983 ferma të imtash, me një total për 164.806 krerë dhënë dhe dhi në rang vendi. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural I bën thirrje fermerëve të zbatojnë me përpikmëri masat e biosigurisë në fermat e tyre dhe të shmangin çdo lëvizje të kafshëve jashtë fermës, duke zbatuar rregulla në fuqi dhe duke bashkëpunuar për një të mirë të përbashkët ekonominë blegtorale në vend.